Edhe këtë 16 qershoru përkujtua në qytetin e Shkodrës vrasja 17 vjeçarit, martirit të demokracisë Pëllumb Pëllumbi. Ajo ekzekutua në qershorin e vitit 1990 në kufi në Han të Hotit, ndërsa po tentonte të largohej nga Shqipëria. Motra e tij Lula Pëllumbi kërkon që ata të cilët kontribuan në demokracinë e vendit të kujtohen, ndërsa thotë se drejtësia më e madhe për këto viktima është të punohet për të ardhmen e vendit dhe të rinjve shqiptar. Të rinjtë e Shkodrës asaj kohë bashkë me organizatorët edhe me familjarët tonë e kanë marrë kufomen e vllait tem Pëllumbit në atë kohë, e kanë prejtë dera shtëpisë, më thanë të flas kështu, deri te vorret stomgolimit në krahët të tyne, me parullat e para që ishin parullat e para antikomuniste, poshtë komunizmi edhe shumë parulla të tjera. Kja ka kanë një demonstrat asaj kohë që përsa kam kanë uniformume nuk është bën rreth të tjera Shqipërisë. Pastaj ka në ardhë tjera, ka ardhë Dypri dhe tjera. Të ramit e ata që kanë kontribuar në demokracinë e vendit, do t'i kujtojmë sa të paktën të rinjtë tonë, që është e ardhmja e vendit, rinia është e ardhmja e vendit, të mos i harrojnë edhe kështu që të punojnë dhe të ecim përpara që Shqipënia të hyjë në Europë, se është shumë e rëndësishme. Kryeshoqatës së të përndjekurve politik të Shkodrës Zenel Drangu apelon drejt qeverisë shqiptare që të punohet për gjetjen e eshtrave të vrarëve që ndodhen në Kuq dhe zona të tjera të Shqipërisë. Apeli im është nga Shkodra, qeverisë të gjithë atyre që dinë, se në Kuq radistacioni ka njerëz që janë të vrarë atje, se kanë vende rrethum që nuk ju gjenden eshtrat. Pra i bëj apel gjithë atyre që kanë punuar aty, na ndihmojnë, pra të vinë të shoqatat, na japin dhëna. Dhe apeli im ndaj qeverisë është që ndërhyjnë pranë ministrisë së brendshme se i kanë dokumentat, sa bë proces verbal. Sa i përket punimeve që po kryen në Ishburgun e Spaçit, si një prej të dënuarve që ka kaluar vite në këtë zonë, Drangu thotë se askush nuk ka të drejtë ta tjetërsoj dhomën e takimit duke e kthyer në mjedise moderne. Nuk kanë drejtë ta tjetërsojnë dhomën e takimit, pra ta bëjnë dhomë moderne, sikur na kena ndajnë atë dhomë, najon dhe me tavolina, me familjarët tonë që na kanë ardhur. Pas ka kënd ashtu. Sa për sa janë ndalu punimet, të shohim se çfarë vendimi do marrin qeveria në bashkëpunim edhe me ne, që jena me njës për që po bëhet, pra se këtu nuk kanë dashur që të ketë një holokaust, si që ka pas bota. 35 vite më parë, 17 vjeçari Pëllumb Pëllumbi po tentonte të kalonte kufirin në kërkim të një jete më të mirë, kur do të ekzekutohej në mënyrë barbare nga regjimi komunist. Ngjarja u regjistrua në postën kufitare të Hanit të Hotit, ndërsa si rallëherë kufoma e të ndjerit do t'i jepej familjes. Në ceremoninë e varrimit në Shkodër organizuan një protestë e fuqishme në të cilën nuk munguan edhe parullat poshtë komunizmi, socializmi e të tjerë. Për këtë arsye ministri i punëve të brendshme Hekurani Saj në shënimin e ngjarjes do të shkruante kufomat të mos jepen.